3 shenjat më xheloze të horoskopit. Në vend të parë, gaforja. Gaforja është shumë emocionale dhe lidhet fort me njerëzit që do. Xhelozia e saj buron kryesisht nga frika e humbjes dhe pasiguria emocionale. Kur ndihet e kërcënuar, ajo fillon të analizojë çdo detaj, çdo fjalë dhe çdo ndryshim sjellje. Nuk e shpreh gjithmonë hapur xhelozin, por manifeston përmes heshtjes, tërheqjes emocionale apo ndryshimeve të humorit. Në vend të dytë, Luani. Luani bëhet xheloz kur ndjen se vëmendja nuk është më e përqendruar tek ai. Luani ka nevojë të ndihet i veçantë, i admiruar dhe i pazëvendësueshëm. Kur dikush tjetër merr më shumë vëmendje, Luani e përjeton si kërcënim ndaj krenarisë së tij. Xhelozia e Luanit është e drejtë për drejtë, e dukshme dhe shpesh dramatike. Në vend të tretë, Peshqit. Peshqit janë shumë të ndjeshëm dhe emocional, prandaj xhelozia e tyre është e brendshme dhe imagjinative. Ata kanë tendencë të krijojnë skenar në kokën e tyre, shpesh pa pasur prova konkrete. Xhelozia lind nga pasiguria dhe frika se nuk janë mjaftueshëm të mirë për personin që duan. Në vend që të përballen drejt për drejt, peshqit tërhiqen, bëhen të heshtur ose mbyllen emocionalisht.